Allahu e do që kur ndonjëri prej jush bën një punë, ta bëj atë në mënyrë më të përkryer. Ta bësh një punë, një vepër, bëj atë bukur dhe plot. Për pikmëria dhe për sosmëria nuk kërkohet vetëm në adhurime, po ajo kërkohet në çdo gjë, në adhurime, në punë, në familje, në marrëdhënie me njerëzit, dhe çdo kund, çdo gjë. Sepse Allahu i madhëruar i do ata që veprojnë mirë dhe që mundohen ta bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme atë vepër. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatlit, nuk ka dyshim, nuk ka më dyshje se një ditë do të dalim para Allahut për dhënë llogari. Do të tubohemi të gjithë para tij pa përjashtim. Atë ditë, ditën e Kiametit, ditën kur do t'japim llogari, shpërndahen fletushkat e veprave dhe nuk do të mungojnë në to asgjë. Edhe punën më të vogël që kemi vepruar, do ta gjejmë në to. Atë ditë do të peshohen veprat dhe do të zbulohen fshehtësitë. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Yawma'idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Atë ditë do të paraqiteni para Allahut dhe asgjë nuk do të mbetet e fshehur. Allah subhanahu wa ta'ala nuk mund të i fshehësh asgjë. Secili do ta shikoj peshorën ku do të maten veprat e tij. Do ta shiqoj peshorën me ankth dhe me frikë. Dhe do thot: "Ja lejteni qaddamtu li hayati." Ah, si kur të kisha përgatitur diçka për jetën time të vërtet, për jetën time të përhershme, për ahiretin. Do të dëshiroj që të kishte bërë edhe më shumë vepra të mira. Ajo ditë do të vijë. Nuk ka dyshim në të. Allahu azza wa jall thot: "Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin." Ditën kur njerëzit do të ngrihen para Zotit të botrave. Të gjithë njerëzit, pa përjashtim, do të pendohen dhe do të u vi keq. Besimtar e jo besimtar. Gjunaqari do të thot: "Pse e dëgjova shejtanin? Pse i u binda shejtanit? Pse ja plotsova dëshirat epshit dhe i bana të gjitha ato gjuna?" Gjunaqari do ta thot këtë fjalë. Besimtari dhe bëmirësi, vepërmiri, do të thot: "Pse nuk bëra edhe më shumë vepra të mira? Pse nuk i bëra edhe ato veprat edhe më mirë, sepse kisha mujt me i bë edhe më mirë?" Të gjithë pendohen. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur që të bëjmë sa më shumë vepra të mira dhe të i bëjmë ato në formën më të mirë dhe më perfekte. Bëje punën e mirë. Mirë, po ajo punë e mirë, ajo vepër e mirë, e merr vlerën edhe më të madhe kur ajo bëhet në formën më të mirë. Ka ardhur në hadithin e Muadh ibn Jabalit radiallahu anhu se një ditë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e mori për dorë dhe i tha: "O Muadh, pasha Allahun unë të dua. Pasha Allahun unë të dua. Po të këshilloj, o Muadh, merre këtë këshill prej meje. Mos e lën pas namazit pa e thënë këtë fjalë." Pejgamberi alayhi salatu wasalam
Ka marrë Muadhin për dorë dhe po i thot, o Muadh, du ta jap një këshill. Pas namazit, kur ta kryen namazin, kur t'japish selam, mos e lën pa e thon këtë fjalë, pa e bën këtë dua. Cila është ajo dua? Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadetik. O Allah, më ndihmo të të përmend ty, të të falenderoj ty dhe të të adhuroj ty sa më bukur, sa më mirë. Me lutë Allahun Azza wa Jall pasi e ke kry një adhurim të madh, që kur të bësh adhurime tjera, ti bësh ato në formën më të mirë dhe më të bukur. Prej besimtarve kërkohet vepra mirë, po kërkohet që edhe ajo të bëhet në formën më të mirë dhe më të plot dhe më perfekte. Allahu Azza wa Jall, që ai hadith përputhet shumë me ajetin që do ta citoj. Allahu thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ai që ka krijuar vdekjen dhe jetën, për t'ju sprovuar, për t'ju vënë juve në sprovë, se cili prej jush është më vepërmiri, cili i bën veprat më të plota dhe më të mira dhe më perfekte. Dietarët, kur e kanë shpjegu këtë ajet, kanë thënë, vepra e plot, e mirë dhe më e mirë është të bëhet sinqerisht për Allahun, sa më sinqerisht për Allahun, dhe duke ndjek sunetin dhe traditën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, qysh ai i ka bë ato punë dhe ato adhurime. Perfeksionimi dhe bërja e veprës së mirë apo e adhurimeve ka dallim të madh nga vetëm kryerja e saj. Bërja mirë e veprës e ngren njeriu në shkallët më të larta tek Allahu i madhëruar. Dy persona mund të falen krahas njëri tjetrit në një vend, pas një imami, mirë po sevapet e tyne mund të kenë dallim si nata me ditën. Njeri me zemër dhe shpirt mundohet të jetë sa më i përqendruar në namaz dhe në lutje, ndërsa tjetri mendjen e ka diku tjetër. Nuk e ka në namaz, nuk e ka në përqendrimin në namaz. Uthmani radiallahu anhu ka thënë, e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam duke thënë, nuk ka musliman që i vjen koha e namazi, e ai e merr abdesin, e fal namazin me përulje dhe plotson rukun, sejdë dhe të gjitha lëvizjet e saja, vetëm se ai namaz bëhet shlyrje për gjunahet e mëparshme. Pejgamberi alayhis salatu wassalam po thot, kur thirret ezani, dhe besimtari e dëgjon, ngrihet dhe bën abdesin sa më mirë, sa më bukur. Pastaj hyn në namaz, edhe namazin e bën bukur, duke e plotësuar rukun e sejdët edhe gjitha lëvizjet e saj. Kush e bën kështu, mëkatet e kalume i ka gjitha të fshira dhe të lara, përveç mëkateve të mëdha. Besimtari duhet ta bëj parim që çdo gjë, çdo vepër të mirë, ta bëj në mënyrën më të mirë dhe sa më perfekte të mundshme. Namazin duhet ta fal me përulje dhe duke qenë i përqendruar, i koncentruar në lëvizjet, në thënjet dhe në lutjet që i bën. Agjerimin gjithashtu duhet ta kryej siç duhet, jo ta kaloj gjithë ditën në xhumë dhe pa përfituar nga vlerat e agjerimit. Sadaka duhet jepet në mënyrë dinjitoze dhe ai që e merr të mos ndihet i nënçmuar. Mos e prish sadakën duke e përmend ata, sepse kjo mund ta dëmtoj shpërblimin dhe ta lëndoj zemrën e atij që i ke dhënë. Për këtë përpikmëri dhe për kushtim në vepra, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, inna Allaha yuhibbu
idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allahu e do që kur ndonjëri prej jush bën një punë, ta bëj atë në mënyrë më të përkryer. Ta bësh një punë, një vepër, bëj atë bukur dhe plot. Për pikëmëria dhe për sosmëria nuk kërkohet vetëm në adhurime, po ajo kërkohet në çdo gjë, në adhurime, në punë, në familje, në marrëdhënie me njerëzit, dhe çdo kund, çdo gjë. Sepse Allahu i madhëruar i do ata që veprojnë mirë dhe që mundohen ta bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme atë vepër. Elusim Allahun Azza wa Jall na i fal mëkatet. Lusim Allahun Azza wa Jall të na bëjë të përpik në zbatimin e urdhrave të Allahu subhanahu wa taala dhe në ndjekjen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.